Vjen një dekat, besoj për 2-3 vite, cila ka me qenë dekat shumë pozitive për të treva dhe na duhemi shumë ma shpesh mu taku me bisedu lidhur me projekte cilat kanë të banjë edhe me ekonomi, edhe me kultur, edhe me politik dhe të jemi gatshëm për një armëri shumë ma të bukur. Pa përfundej, nëse nuk do të bashkëpunom, ne do të shkojmë në konflikt. Besej se çdo kush sa të shef se sa i damshëm ish konflikti. Mali zi këtë e ka në trup të vetë. Sa i damshëm ish konflikti me Kajshi, me Rrethin, me Rejon. Çoni gjithë së bashku të bëjmë diçka, të bashkohemi, të kemi partneritet, të kemi respekt për njëri tjetrin dhe të jemi shumë të kënaqur kur çdo kush prej neve ban dhe një sukses. E dim se pa shqiptar në rejon nuk ka progres dhe atë rolin e vet edhe atë responsibility, atë gjatë çka e kena na në krah të vet duhet mi qitë edhe në fund. Besoj se ardhmëria gjithve neve ishtë në Bashkimin Evropian, e këta njerëz si kanë ardhur pi Shtetet e Bashkuara apo pi vendeve ma të zhvillume, mendoj se shumë shpejt ka i me menu se si me ardhë mrapa dhe investimet e veta dhe armërin e vetë mi pa këto në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi edhe në vende të Ballkanit Perëndimor.